Pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të këngëtarit të dashur Shfat Kasapi, një dram tjetër po zhvillohej në rrjetet sociale. Në momentet më të rënda të dhimbjes, bashkëshortja e tij u përball me një val komentesh të pamëshirshme dhe spekulime që lidhin me krizat e përfolura të çiftit gjatë vitit të fundit. Por kësaj lufte virtuale i ka dhënë fund personit më rëndësishëm, vetë nëna e Shfat Kasapit. Përmes një reagimi drejtërues publik, ajo jo vetëm që ka mbrojtur nosën e saj, por ka zbuluar detaje rëndësishme nga momentet e fundit të jetës së artistit, të cilat hedhin poshtë çdo fjalë të ligë. Në një rrëfim që ka përlotur ndjekësit, zonja Kasapi ka ndarë skenën tragjike të frymës së fundit të djalit të saj. Ajo zbuloi se Shpati nuk ishte i vetëm dhe as e ndarë shpirtërisht nga gruaja e tij. Shpati ndroi jetë në krahërorin e Selvijes, shkroi ajo duke zbuluar dhe detaje më të dhimbshëm për djalin e tyre të vogël, Roelin, mbi të cilët u hodh edhe Roeli, duke mos kuptuar se çka ndodhi. Ky lajm i trisht i një familje të bashkuar në momentin e vdekjes rrëzon çdo teori konspirative të ngritur nga rrjeti. Gjylë Cymeria ka qenë e prerë në përshkrimin e marrëdhënies së çiftit. Ajo thekson se Shpati jo vetëm e donte, por e adhuronte Selvijen për butësinë dhe moralin e saj. Në mënyrë të veçantë duhet të falenderoj Selvijen time të dashur, shpirtin e shpirtit tim, Shpatit, e cila maksimalisht ishte e përkushtuar jo vetëm si bashkëudhëtuese në jetën e tyre të përbashkët, por edhe si një nënë e shkëlqyer, shprehet ajo. Mëtej nëna artistët të tjerë bën të ditur se Selvija është arsyeja që e mban atë gjallë në këtë çast të merri. Duke parë gjuhën e urrëties drejtuar nusës së saj, Gjylë Cymer Kasapi ka dhënë një ultimatum publik. Ajo ka paralajmëruar se çdo spekulim tjetër që lëndon Selvijen apo familjen në këtë ditë zije do të ndiqet penalisht. Çdo spekulim ndryshe nga kjo që me zemër të thyrë dhe lot në sy për nënë po e them, do të dënojë jo vetëm moralisht, por edhe ligjërisht. Ky reagim i fortë i nënës vjen si një mburoj për Selvijen, e cila ka ripostuar këtë mesazh me fjalë të ndjera. Faleminderit, Loçka ime. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.